Hej, nëse je një pronar biznesi apo dikush që kërkon të rritet, kam një koncept që do të ndryshoj jetën për gjithmonë. Ky është një koncept i vetëm që kur unë e mësova, më ndryshoi mua jetën për gjithmonë. Pavarësisht gjithë librave dhe trajnimeve që kam ndjekur gjatë jetës time, asgjë nuk e afrohet këtij mësimi që do të ndaj me ty tani. Dhe nëse vërtet e kupton këtë, jeta jote nuk do të jetë më e njëjta. Të premtoj për këtë. Nuk do të jetë më e njëjta. Okej? Jemi gati? Great. Atëherë, ekzistojnë tre mënyra për të mësuar. Tre mënyra për të mësuar çdo aftësi që duam të zhvillojmë, çdo sukses që duam të arrijmë, çdo objektiv që kemi. Janë tre mënyra për të mësuar. Sepse, çiko, nga vendi ku jemi sot, deri aty ku duam të shkojmë, ekziston një hendek, apo jo, një hendek. Dhe ne na duhen aftësi të reja, besime të reja, kapacitet të reja për të kaluar nga këtu ku jemi në nivelin që duam të shkojmë. Okej? Pra, të mbyllim këtë hendek. Tani disa mund të pyesin në tonë, ore shiko, po ku mund të arrijmë? Ku duam të arrijmë? Ku mundemi të arrijmë me këto mundësi që kemi? Great. Disa, për shembull, duan të kalojnë jetën e tyre në next level. Disa, për shembull, duan të bëjnë scale biznesin e tyre. Pra, të rrisin biznesin e tyre në një kohë të shkurtër, por me të njëjtat kosto, pa rritur kostot. Unë du të rris biznesin, po pa rrit kostot. Kjo quhet scale. Disa të tjerë po kalojnë një sfidë financiare, për shembull janë 5 shifra të ardhura neto në vit, edhe duan të shkojnë në 6 shifra, në 7 shifra apo në 8 shifra. Dhe nuk po flas këtu në kuptimin e ngushtë, biznes, do fitosh më tepër. No, jo, nuk po e them këtë. Po flas për diçka më të madhe. Faktikisht, sasia e të ardhurave që ne fitojmë përcakton saktësisht me kë rrim, ku banojmë, çfarë shkolli çojmë fëmijët. Pra, nuk po flas në kuptimin e ngushtë, do bësh sa lek, do bësh çik biznes më të mirë. No, po flas për stilin e jetesës. Po flas për një person të cili do të ketë një standard më të lartë. A do ti standard më të lartë? A do ti të kesh më tepër kohë të lirë? A do ti të kesh më tepër kohë me familjen më shumë, me fëmijët më shumë? A mendon ti që në moshën 98 vjeçare nuk është se të hyn shumë në këto punë? Kur ti je 98 vjeç, mendon që të hyn këto gjëra në sy? Për këtë po flas. Po flas për jetën e ëndrave. Pra, si ta bësh biznes sipas termave të tu. Ti je ti, ai që zgjedh shefin, që zgjedh kolegun, apo klientin që vërtet meriton prezencën tënde. Jemi dakord deri këtu? Okej. Tani po filloj po apo jo? Okej, mund të komentosh më poshtë.